Parlamenti ka votuar me 72 vota pro raportin e mazhorancës për punimin e Komisionit Hetimor për lëvizjet në Policinë e Shtetit. Më parë në prezantimin e tyre, debatet janë ndezur mes deputetëve Balla dhe Ristani. Balla ka deklaruar se në 8 vite qeverisje të djathtë Policia e Shtetit ka degraduar, ndërsa demokrati Ristani ka akuzuar qeverinë se ka hequr brenda një nate të gjithë kupolën drejtuese të uniformave blu. Sipas raportit të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, po i vitit 2013, përpara krijimit të qeverisë re, konfirmohej degradimi i plot i Policisë së Shtetit, qarkullimi, transferimi i specialistëve të hetimit të krimit në periudha të shkurtra kohore, lëvizjet e shpeshta, shoqëroheshin me mos dorëzimin në kohë të dokumentacionit, raste të mos përputhjes gratë funksion, si në pozicione drejtuese, ashtu dhe në ato të nivelit zbatues. Janë liruar nga detyra rreth 400 punonjës të policisë. 178 prej tyre me motivacionin ndryshimi strukturës organizative dhe pa mundësi emërimi në një funksion tjetër. Ky lloj motivacioni nuk parashikohet në ligjin për Policinë e Shtetit. Rezulton që vetëm gjatë 3 muajve është larguar nga detyra e gjithë kupola e drejtorisë së Policisë së Shtetit, ku përfshihen drejtuesit më të lartë drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Shtetit. Nuk ka munguar dhe akuzat dhe kundër akuzat për kundrejt drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Artan Didi. Shkollimi dhe kualifikimi i shtetit. Një CV për të pasur zili nga çdo punonjës policie është CV-ja pra e drejtorit përgjithshëm Policisë së Shtetit. Një veprim i pavlefshëm, i cili ka prurë në krye të Policisë së Shtetit, një njeri që nuk ka eksperiencën e dur, nuk ka arsimin e dur. Neve administruam një provë e cila kishte të bënte me një aksion policor që ndodhi në vitin 1999, po dhe publiku e pa qartë se si zotëria vret një njeri të pafajshëm gjatë këtij aksioni.